në skenim të tillë. E qartë. Shala, pajtohesh me agjendin? Pajtohena me kolegun, krejt që ka tha, prandaj nuk kam koment për kësishe, po do të thëmë diçka për Dardanën e për këta PSD-s. E qartë. Këta, si duket, jenë në koalicion të msheft me VVN. Me vetëvendosjen? Po. E më shumë e sulmojnë opozitën, këta se sa Albin Kurti edhe Veja. Këta gjithmonë merren me opozitë. Këta dojnë me marrë vota për opozitën. S'ka votë për opozitën për PSD-n. S'ka, këto le të harrojnë ta. Po këta dojnë me dëmtu këte. Ky duhet me marrë votat atje ku e ka vendin. Vendin e ka në VV, pa atje s'guzon. Ky nuk guzon. Ky ka shumë gjana me sulmu pushtetin, VV-n. Mirë, po nuk e sulmon kur. Shqyqën e këta, prej fillimi kur kam fillu fushatas, ky marrë me opozitën. Prandaj ky është dorë, ky pikrish, ky duhet me konë kali i Albin Kurtit, Trojës. Bashkë pikrish ky duhet me konë në shtaj. Ky është i veveso ky, me qitë me hek ato edhe me qitë Dardanën. Andaj nëse shkojmë me këtë lojë, se ky o ka lunë lojën e drejqit. Ky o ka sulmon vetëm opozitën, smeret me gjithmonë opozita merret me pushtetin. Zoti Mulliçaj nuk është... Ky është më marrë me pushtetin, jo me opozitën. Nuk është që nuk u merr edhe me pushtetin, zoti Mulliçaj, ka pas disa raste. Tregom ti, 80% raportit, deklarimet të dy janë me opozitë, 20% me pushtet. Ky është dashur me konë kundër ta. Po. Sulmohet pushtetin, se pushtetin duhet merrzu. Ky po mundohet merrzu edhe me i dëmtu opozitën. Prandaj ky është vetë kalitojës për Albin Kurtin. Megjithëse unë nuk kam mbi të gjitha e kam një lloj simpatie për aktivitetin cilin e bën PSD-ja. Por aktivitetet llojit të tillë normalisht që nuk e gjejnë mbështetjen. Unë mendoj që zoti Mulliçaj është një opozitar i mirë, ndoshta gabon kur e sulmon opozitën, edhe besoj që është duke gabuar që po sulmon opozitën. Lufta e zotit Mulliçaj edhe partive opozitare duhet të jenë ndaj zotit Kurti dhe jo ndaj njëra tjetrës. Që, aq më e përqar opozita, aq më i fuqishëm zoti Kurti. Dhe unë nuk e di se çfarë dëshiron zoti Mulliçaj me kësi skenime të tilla. E qartë, përmende më herët se duhet, ndoshta si çështje e fundit, sepse jemi krejt drejt fundit të kësaj pjese, the se duhet të lihen, po themi, rrugë të hapura që për bashkëpunime dhe koalicione pas zgjedhjeve. Megjithatë, me këtë gjuhë që po përdor Vjosa Osmani dhe kundrejt bashkëpunëtorëve, po them, për 5 vite me radhë, a mund të themi se po mbyllen dyert e një bashkëpunimi pas zgjedhjeve mes vetëvendosjes dhe LDK-s? Jo, nuk janë duke mbyllë hiç dyert për një bashkëpunim të tillë. Sepse është përdorur gjuha në 2025 nuk përdor si pretekst për të mos bashkëpunuar. Nëse vazhdon të jetë ashpër edhe në këto zgjedhje, atëherë shumë lehtë mund të bëhet e njëjta. Jo, në shqyqa dhe unë menoj që zonja Osmani do ta drejtoj Lidhjen Demokratike drejt një koalicioni me lëvizjen vetëvendosje. Dhe për këtë do të thirr. Dhe zoti Abdigjiku normalisht që ndoshta pas këtyre zgjedhjeve nuk do të jetë më fare kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për shkak se zonja Osmani ideja e zonës Osmani është që t'ja marrë partinë zotit Abdigjiku dhe nuk ka për bashkim. Kjo është vetëm një gënjeshtër të cilën tenton zonja Osmani t'u ashes elektoratit të LDK-s dhe qytetarëve të Kosovës. Dhe unë mendoj që zonja Osmani, Lidhjen Demokratike të Kosovës, do ta drejtoj drejt një koalicioni me lëvizjen vetëvendosje. Kjo mbetet për të parë se çka do të na sjell fushata ditë në vijim. Realisht ishte koha të cilën e patëm në dispozicion për të shtjelluar këto diskutime. Faleminderit shumë edhe një herë zotri Shala dhe Softolli që ishit pjesë.